agroteknik, teknik për agromenaxhment, teknik për fitomjekësi dhe teknik për mjekësinë veterinare. Janë 4 drejtimet e shkollës së mesme profesionale Braqa Miladinovci në Shkup, ku akoma ka vende të lira për semimaturantët. Drejtuesit e shkollës thonë se përveç e dijes, kjo shkollë mbjell edhe të ardhmen e shëndetshme të vendit, kur bëhet fjalë për kultivimin e bimëve dhe blegtorisë. Kemi edhe drejtimin agromenaxhment, që është, nëse përfundon një nxënës me këtë drejtim, mund të jetë menaxher i një ferme, menaxhues, të bizneseve private, që mund të ardhmen të hapin vetë biznese të reja. Pas mbarimit të shkollës së mesme nxënësit, bëhen gjysmë inxhinier në fushën e bujqësisë dhe ju jepet mundësia për punësim të menjëhershëm në kompani të ndryshme bujqësore dhe mund të bëhen, këshillues apo këshilltar për fermerë të ri, të cilat mendojnë të hapin biznese të ndryshme, për kultivimin e proceseve apo kultivimin e produkteve bujqësore. Shkolla jonë nuk mbjell vetëm dije, por shkolla jonë mbjell edhe një të ardhme të një vendi apo të një shteti. Pse e them këtë? Se vendi dhe shteti ka nevojë për ushqime të shëndetshme. Nxënësit që sapo kanë përfunduar dhe ato që vazhdojnë të ndjekin mësimet në këtë shkollë, apelojnë semimaturantët të zgjedhin arsimin e mesëm që siguron punësim të menjëhershëm. Ishte një sfidë e bukur këtu, sepse ka drejtime shumë bukura, sepse unë jam në drejtimin agroteknik, në dekorimin e luleve, marr pjesë në projekte. Me këtë drejtimin që jam unë, mund të hap një biznes për dekorimin e luleve. Është shumë tjera. Bëjmë praktikën këtu në shkollë, marrim pjesë në shumë sende të ndryshme, mbjellim lule, kultivojmë çdo send që kemi nevojë këtu. Çfarë ju kisha apelu nxënësve çak? Ju kisha thënë që nuk është asnjëherë vonë të vazhdojmë në drejtimet që na përkasin dhe mos të marrim vëmendje nga të tjerat ku të regjistrohemi, ndërkohë që kemi shumë mundësi të ndryshme dhe të mira në shkollën tonë. Paraqitja e dytë për regjistrim në shkollat e mesme është më 30 qershor, ndërsa lista përfundimtare e nxënësve do të publikohet nga shkollat më 2 korrik. Sipas dikasterit të arsimit, 14.305 semimaturante tashmë kanë aplikuar në shkollat e mesme të vendit, ndërkohë rreth 17.000 semimaturantë kanë përfunduar arsimin fillor.